Epizodi i 12 i sezonit 6 podcastit Flasim. Fillojmë si çdo të diel me shënimet e javës. Këto shënime të javës nuk mund nisnin ndryshe përveç se fillimisht duke u ndalur tek vendimet e bordit të transparencës, i cili është vënë në lëvizje për të reflektuar impaktin e luftës ndaj regjimit kriminal të Teheranit mbi çmimet në tregun e naftës, duke shmangur abuzimet me këtë impakt në dëm të konsumatorëve. Sipas dhënave të bursës mesdheut, në ditët e fundit pati një ulje të çmimeve në produkteve kryesore të naftës dhe në përputhje me këtë zhvillim, Bordi i Transparencës reflektoi menjëherë edhe uljen e çmimit në vend, duke bërë atë që ka detyrë të bëjë, përcaktimin e çmimeve tavan dhe pamundësimin e abuzimit me situatën në dëm të konsumatorit. Ajo që është e rëndësishme të kuptohet është se ky mekanizëm lidh drejt për drejt çmimet në Shqipëri me lëvizjet në tregjen ndërkombëtare dhe jo me vendime të njëanshme të operatorëve vendas. Dhe kjo do të thotë që në varësi nga lëvizja e çmimit në bursë, bordi qëndron vimësisht në anën e konsumatorëve, e drejtuesve të mjeteve, e qytetarëve dhe ruan kufit e qartë mes çmimit të rritur objektivisht si rezultat i lëvizjes në tregun ndërkombëtar, prej ku edhe importohet nafta në Shqipëri, dhe nga ana tjetër abuzivizmit që në këto raste nëse gjen shesh, bën gjithmonë për shesh. E theksoj edhe një herë, bordi nuk vendos çmimin e naftës arbitrarisht, nuk ul çmimin e naftës duke vënë në rrezik vetë kapacitetet e furnizimit, por thjesht dhe vetëm mbikëqyr lëvizjen e çmimit dhe nuk ju lejon operatorëve që të luajnë pas kurizit të konsumatorëve. Roli i tij është siguroj transparencë dhe nga ana tjetër të jetë gjithmonë në vëmendje për të mos lejuar edhe shkelje të vendimeve të tij, të cilat pastaj shoqërohen me masat mënjëhershme deri në pezullimin e aktivitetit për operatorët që nuk respektojnë rregullat. Deri tani duket se gjithçka funksionon ashtu siç duhet, por do të bëjmë çmos që deri në përfundim të kësaj situate që nuk varet as pak nga ne, gjithçka të jetë transparente dhe asgjë e tepërt të mos cënojë konsumatorët. Këtë javë u zhvillua edicioni 2 i Matchmaker Albania, një aktivitet që mbledh rreth 1200 pjesëmarrës, afro 500 investitorë ndërkombëtar nga më shumë se 40 shtete dhe krijon kështisoj një mundësi reale në një hapësirë konkrete ku idet, projektet dhe synimet për të krijuar sinergji në funksion të bashkëpunimit për të investuar në Shqipëri, marrin formë përmes qindra e qindra takimeve të drejt për drejta mes përfaqësuesve të sipërmarrjeve të ndryshme që pikërisht ky aktivitet ju mundson të njihen konkretisht me projektet e njëri tjetrit apo me projekte të cilat presin partneritete të reja, si nga sektori publik, ashtu dhe nga i privat. Dhe ajo që unë ndjej qartë edhe
në këtë edicion të dytë ishte rritja e interesit, rritja e mundësive reale të konkretizueshme në bazë të interesit reciprok që kthehet pastaj në angazhim dhe prania e plot kompanive të njohura ndërkombëtare, që nuk janë në Shqipëri më thjesht për një prezencë simbolike apo të rastishme, por që janë në Shqipëri sepse Shqipëria shihet gjithnjë e më seriozisht si destinacion për investitorët. Kjo lidhet drejt për drejt edhe me çka unë theksova në fjalën time në hapjen e këtij edicioni të dytë të Matchmaker Albania, se Shqipëria nuk është më në fazën ku prezantohet si një vend me potencial për të ardhmen, po është në një fazë të re ku e ardhmja është sot. Dhe ajo çka mund të thuhet me plot gojen është se tani më modeli që ne trashëguam kur erdhëm në qeveri, një ekonomie të bazuar në koston e ulët të krahut punës, i ka lënë vendin një modeli që krijon vlerëshuar, që krijon cilësi dhe partneritete afatgjata të qëndrueshme. Modeli i dikurshëm që ishte modeli një vendi me 2-3 milion turist, ku për turist numëroheshim edhe ne shqiptarët sa herë hynim dhe dilnim, dhe me 300-400 milion euro investime të huaja në vit mesatarisht, i ka lënë vendin një tjetër modeli në një vend që ka 12 milion turist në vit dhe ka kapërcyer shifrën e 1.5 miliard eurove investime të huaja në vit, duke u renditur qartësisht në klasifikimin e vendeve të këtij rajoni si vendi me transformimin më të madh dhe më të thellë të dekadës së fundit. Pikërisht me shënimin e pashëm lidhet shënimi tjetër për ekonominë, e cila vijon të rritet dhe ruan trendin e vet pozitiv. Shifrat e publikuara të rritjes ekonomike për tremujorin e fundit të vitit 2025 japin një pasqyrë të qartë të ecurisë së qëndrueshme ekonomike të vendit dhe përcaktojnë qartësisht se edhe në tremujorin e katërt rritja shkoi në afro 4%. Një tregues që konfirmon vazhdimsinë e një ritmi të qëndrueshëm zhvillimi gjatë gjithë vitit të shkuar dhe viteve të mëparshme. Dhe ajo që ka rëndësi të theksohet është se ekonomia vazhdon të diversifikohet dhe çka është e rëndësishme në këtë pikë është se Shqipëria nuk është më një ofertë ekonomike për të gjithë ata që duan të krijojnë sipërmarrje, që duan të rrisin ekonominë e tyre, që duan të investojnë duke ardhur nga jashtë, thjesht dhe vetëm në një apo dy drejtime, po në thuajse çdo drejtim. Vazhdon me këmbgulje lirimi i hapësirave publike dhe imponimi i një statusi të ri të hapësirës publike. Nuk është e lehtë, është lufta me një mentalitet të rrënjosur, me sa duket ende më thellë se sa këto 30 e kusur vite, me sa duket i kombinuar dhe me mentalitetin e përpara kohës kur hapësirat publike ishin hapësirat e një shteti unik në një diktaturë të ashtu quajtur të proletariatit, ku proletarët i kishin të gjitha me fjalë dhe i kishin të gjitha bashk, por s'kishin absolutisht asgjë. Në ndërkohë që procesi, siç e kam thënë qysh në kryet herës, mbasi kemi fituar mandatin e 4, nuk është një proces i përkohshëm, nuk është një aksion i një jave, një muaj, 2 muajsh, por është një angazhim i vazhdueshëm për të rivendosur rregullin në përdorimin e hapësirave të përbashkëta. Vetëm në Tiranë,
ku janë identifikuar shumë problematika që lidhen me zaptime hapësirash publike, janë shliruar rreth 140.000 metra katror, që nuk janë pak, ndërsa në zona si për shembull zona këtu në qendër janë ndërmarrë edhe ndërhyrje shumë të forta për të siguruar çlirimin e hapësirave publike. Ajo që ka rëndësi të thuhet është se në të njëjtën kohë po shtrihemi dhe në zonat e banuara rurale, po shtrihemi edhe në zonat që natyrisht dhe pikërisht pse janë zona me interes turistik, nuk mund të jenë pika ku hidhen inerte e ku ngrihen ngrehina të pakuptimta pa leje, dhe paralelisht po ecim me modelet e reja që do të zëvendësojnë ato të vjetrat në bazë të studimeve të bëra nga arkitekt dhe në bazë të punës të bërë nga bashkitë, si edhe po përfundojmë rregulloren e përgjithshme mbi bazën e cilës pastaj të gjithë ata që funksionojnë në sipërmarrjen që lidhet me shfrytëzimin e hapësirës publike do të kenë të qartë se ku janë kufit e tyre. Dhe faktikisht parimi i thjesht do të jetë 70 me 30% të një hapësire ku 70% do të jetë gjithmonë i publikut, do të jetë gjithmonë i komunitetit, do të jetë gjithmonë i atyre që ecin në këmbë. Dhe në mbyllje të shënimeve, dua të nënvizoj se kemi hyrë tani më në një fazë të re komunikimi më drejt për drejt dhe natyrisht në të gjithë territorin ku do të angazhohemi me një cikël takimesh me komunitetet në të gjitha qarqet për të folur për këtë moment të rëndësishëm të vendit, për punët që kanë nisur në këtë mandat katërt, për punët që do të nisin shpejti dhe natyrisht për të dëgjuar njerëzit, edhe në funksion të organizimit që si gjithmonë ne e nisim me kohë për atë që do të jetë fitoria e ardhshme shembullore e Partisë Socialiste vitin e ardhshëm në zgjedhjet vendore. Në këto takime do të flasim për punët e Shqipërisë, do të flasim për çka po ndërtojmë, do të flasim për çka shohim si pengesa për të kapërcyer, do të flasim për gjithçka njerëzit do duan të ndajnë me ne apo duan të dëgjojnë nga ne, dhe patjetër do të ndajmë me njerëzit ato që janë sfida tërësisht të përbashkëta, ku natyrisht përgjegjësia kryesore i takon dhe s'ka se si tjetër qeverisë. Rikthehemi në episodin e 12 të sezonit 6 podcastit Flasim. Unë jam Argjend Goci, themeluesi i Electric Cars Albania, kompania lider në importin dhe tregtimin e makinave elektrike në Shqipëri. Do doni të bëheshim pjesë e podcastit Flasim për të ndarë një përvojë mbi tranzicionin drejt transportit elektrik në vend. Jemi të parët që kemi bërë diferencimin e Shqipërisë nga rajoni në tregun e mjeteve elektrike, automjeteve elektrike. Kështu fillon letra e Argjentit, i cili është këtu pasi e ka drejtuar këtë letër në flasim@kryeministria.al, që është dhe adresa e këtij podcasti për çdo që dëshiron të di dhe të ndaj eksperiencën, të ndaj historinë, të ndaj çka beson se ja vlen të ndahet me tjera, dhe të bëjë dhe reklam. Falas kuptohet kur është fjala për njerëz të angazhuar në sipërmarrje të vogla apo më të mëdha, ndërkohë që një tjetër letër që ka hyrë në radhën e të ftuarve vjen nga
Biocosm Laboratory, që dëshiron të shprehë interesin për të qenë pjesë e një prej episodeve, dhe qëlloj të jetë pjesë e episodit të 12, në kuadër të ftesës që keni shpallur për bashkëbisedime dhe me përfaqësues të nismave të ndryshme. Biocosm Laboratory është një kompani shqiptare specializuar në kërkimin, zhvillimin dhe prodhimin e kozmetikës natyrale dhe organike, e certifikuar sipas standardeve ndërkombëtare, mbi 1 dekadë përfoj, 600 formula të zhvilluara. Një nga arritjet tona më të fundit është implementimi i makinerive refill për produktet e kujdesit personal. Besojmë se pjesëmarrja jonë në podcastin tuaj do të ishte një mundësi e vlefshme, këtë do ta shikojmë, por gjithsesi mbetet ta provoj Nerta, e cila është këtu e ftuar në Biocomi, autoria e letrës, dhe letra e tretë dhe fundit. Unë jam Marius Muzeqari, CEO i Alp Manufacture dhe autori i projektit One Health Concept, një qasje inovative që lidh shëndetin e tokës, bimëve, mikroorganizmave, kafshëve dhe njerëzit në një cikël vetëm përgjithësie të përbashkët. Besoj se ky vizion i mbështetur praktik, shkencë, filozofi, punë, përfaqëson një model të ri zhvillimi që mund të shërbejë Shqipërisë si shembull i prekshëm i transformimit pozitiv, duke filluar nga tokat e bimët, kafshët dhe deri tek mirëqenia njerëzore. Argjent, ju keni edhe një përfaqësi në Kosovë, mos gabohem? Po, kemi edhe Electric Cars Albania në Kosovë. Pas letrës së shkruar. Ti je 38 vjeç, ke lindur në Tiranë, je baba i 3 fëmijëve, ti kesh me jetë. Faleminderit. Diplomuar në shkenca komunikime, por fokusuar në fushën e teknologjisë dhe inovacionit. Bukuri. Si kalove nga shkenca e komunikimit tek teknologjia dhe inovacioni? Vitin e fundit të universitetit e lash për gjys, sepse pata një ide për të hapur një biznes. Biznesin e parë që hapa në 2011 ishte Merr Taxi, kompani taksish, kompania e parë për kohën, për kompania organizuar me taksi, me call center, me gjithçka, makinat blera nga ne, shofer me rrok fikse. Dhe pastaj, mas 10 vitesh që ishim ke kompania taksive, duke kërkuar treg për të shtuar makina të reja, kalum ke makinat elektrike, pastaj ke makinat elektrike na u desh një importer i besueshëm, kështu që udhtova në Kinë, atje u prezantova me importerin që kam sot bashkëpunëtor, dhe përveç makinave që ti përdor vetë për taksi, ato më sugjeruan që ti për taksi sa mundësi ke, sa makina do blesh, pse nuk shef që ti të shesësh makina taksi. Aty ishte një dritje shile për këtë lloj biznesi dhe iniciative që morë. Edhe besoj që kemi ecë goxha me hapa të mira. Tani ju i merrni makinat gatshme apo dhe i bëni ndonjë gjë këtu? Jo, makina është siç del nga fabrika. Pra nuk bëni komponent ose... Jo, kemi pjesë këmbimi, kemi servisin, mirëmbajtjen. Qartë. Marius, si e lidh ti shëndetin e tokës me atë tonin? Ne prej disa vitesh jemi të angazhuar në një projekt i titulluar One Health Concept, i cili si shtatë edhe ju në citim që lidh tokën, ambientin, bimët, kafshët dhe njeriu në një infrastrukturë të vetme. Sepse çështja e shëndetit, ne shikojmë çështjen e shëndetit të lidhur nga pikpamja e përbërjes së secilës organizëm jetësor. Pra, nëse flasim për bimën, kafshën dhe njerëzit, në nivel molekular përbëhen nga po të njëjtët elementë të cilët ndodhen në tokë. Në forma të ndryshme, këto marrin zhvillime sipas përkatësisë që përkasin bimët që zhvillojnë veten e tyre në një cikël të gjatë biologjik, po ashtu kafshët dhe njeriu në fund. Pra nëse shkojmë në nivel molekular, të treja këto forma jete janë të njëjtë.
të cilët vijnë nga këto elementë që gjenden në tokë. Pra ne jemi polvere siamo e polvere diventeremo në këtë pikpamje. Pra kështu edhe One Health Concept e shikon pikpamjen e shëndetit si një të tërë në këtë pikpamje. Ti ke një rast tjetër i çuditshëm i tryezës se ky ka studiuar shkenca komunikimi tani me makina. Ti ke studiuar gjuhë italiane dhe letërsi italiane dhe merresh me polvere siamo, polvere diventeremo, por ke bërë dhe më pas administrim biznesi. Po. Administrim biznesi dhe ke bërë këtu apo në Itali? Këtu. Pastaj ke shkuar në Itali dhe ke jetuar në Itali. Jo, përpara se zhvilloj arsimin e lartë, kam qenë në Itali, emigrant. Ishe me prindrit? Apo... Jo, vetëm. Sa vjeç vajte në Itali? 18 vjeç. 18 vjeç. Edhe qëndrove disa vite, pastaj erdhe këtu dhe bërë arsimin e lartë. Po. Çfarë bërë në Itali? Punë të ndryshme. Unë nisëm bashkë me disa miq për të parë mundësinë nëse do arrinim të bënim punë të ndryshme në shërbim, bar, restorante dhe hoteleri. Pastaj më vonë, gjatë marrjes së dokumentave italiane, vazhdova edhe me punë të tjera, magazinier, shofer etj. Për punë të rëndomta që ofroheshin për emigrantët, të cilët përpiqeshin të dorënin të ardhmen në një vend të huaj. Dhe më pas u kthya në Shqipëri për shkaqe familjare. Ti je eksaktësisht andej nga ke dhe mbi emrin, po? Po. Nuk ngatrohemi dot. Ndërkohë, Nerda ti ke studiuar në Athinë. Po. Unë kam studiuar biologji, kam filluar të prodhoj produktet e mia të parat kozmetike para se të studioja, pra e kisha një pasion. Më pëlqente të gjeja ingredientë të ndryshëm dhe me ato që kishim na gjendeshin në shtëpi dhe të prodhoja produktet. Kur kam mbaruar studimet për biologji, jam specializuar më mbrapa tek pjesa e kozmetikës organike. Po në Greqi vajte për studimet e larta apo ishe më përpara? Jo, unë kam qenë që në klasën e 2 në Athinë, jam rritur atje. Ke vajtë me prindrit? Po, kam vajtur me prindrit dhe më mbrapa dhe studimet si pasojë jetesës aty, fijuan atje. Po u ktheve më njëherë pas studimeve apo Jo, ndonjë ca? unë vazhdova, kam 3 fëmijë, ndërkohë kam lindur fëmijët andaj dhe i kam arritur deri në një farë moshe. Vazhdova të kem laboratorin tim të parë në Athinë, por fokusim kryesor çuditërisht ishte Shqipëria, pra unë prodhoja produkte që i prodhoja në Athinë dhe me një lloj mënyre në ato vite ndoshta me post ose me autobusa i sillja ato në Shqipëri. Kur e pash që tregu i më i madh dhe fokusi ishte në Shqipëri, më pëlqeu ideja që të kthesha pavarësisht se e gjithë familja ime, prindrit, motrat, vëllezërit vazhdojnë të jetojnë në Greqi. Janë atje akoma? Po. Erdhëm si familje pastaj dhe u stabilizuam në qytetin e Lushnjës, ku bërëm dhe laboratorin tonë të parë të kozmetikës organike në Shqipëri. Dhe pastaj? Më mbrapa u munduam shumë sepse unë nuk doja të isha thjesht një laborator që prodhoja produktet kozmetike që ishin vetëm për laboratorin tim, le të themi, kishte shumë kërkesa, të cilat na vinin dhe nga jashtë emaile apo kërkesa për të prodhuar linja të treta, pra për të zgjeruar si laborator. Aty pastaj filloi ideja që të prodhonim pak më në sasi më të mëdha dhe ndërkombëtarisht, le të themi. Dhe filloi të krijonim laboratorin Biokozmi, i cili ka tani gati 10 vite në tregun shqiptar që prodhon dhe jemi në disa shtete. Ne kemi në qytetin e Lushnjës, jo, nuk e kemi transferuar, po pavarësisht se jetojmë vetë në Tiranë. Unë shkoj çdo mëngjes në Lushnjë dhe kthehem në mbrëmje. Bravo. Dhe më pëlqen që kam aty. Jo, unë jam nga Saranda, është bashkëshorti nga Lushnja. Se vajtur në fshat në Borit. Po. Ti je sarandiote? Po. Keni një orë në Greqi. Greqi më Borit. Aha. Argjend, po kur vendoset të merresh me taksit, si e fillove, si e ngrite investimin e parë? Se ke investimin parë gjithmonë të gjë. Është histori shumë e gjatë, po do mundohem të mbledh shkurt. Kemi kohë. Unë isha bashkë me shokun tim, ai kishte një kompani makinash me qera. Diçka ndodhi në një moment, nuk po i ecste mirë kompania me qera dhe po makina jo elektrike, makina Jo, ishte 2011-a. Ishte makina benzin, i shtun dhe impiant gaz për të bërë çik më ekonomik.
Ishim në udhëtim në Maqedoni, atje takuam dikë që u merrte me GPS-a. Ai po montonte një flot taksish GPS-ash, ne ndërkohë unë isha me këtë shokun për makinat me qera të këtij që i donte për flotën e vet. Dhe aty më lindi ideja që me që këto kanë sistemin, që sistemi ishte shumë i rëndësishëm në atë kohë për të ndjek taksin, GPS-in, radion, kontrollet e shoferave, pse mos ta hapim Shqipërinë, ndërkohë që kompania e makinave me qera në atë kohë nuk po ecte shumë mirë, nuk po performonte. Me këtë plan biznesi shkova ke banka dhe fola me bankën, ndërkohë që këstet po vazhdonin, po ikin nga durë, nuk po paguheshin siç duhej. Banka kishte interes që makinat u paguheshin. Unë erdha me këtë idenë e re dhe unë të paktën isha me 0 lek, pra nuk isha mundësi të paguajsha down payment 20%. Bankës si erdhi kjo oferta, i duk ofertë mirë, më dha mundësinë që ti licenconim taksi për kohën. Kështu filloi biznesi. Pastaj kur marr në fillim taksia të zë shumë orë të ditës, domethënë edhe të natës, ishte ditë e natë punë. Se bëj edhe vetë, bëj edhe shoferin taksisit. Shoferin nuk e bëja dispatcher, ishe vetë telefonist dhe kisha GPS-at parë që kontrolloja shoferat. Kështu. Do të ishe shofera do. Shofer i drejtoje ku shkon kush. Paka shumë. Po sa vjet u bën tani nga momenti kur filloi këtë? 15 vjet. Po nga ajo zyra apo tryeza e parë e kontrollit që ke pasur atëherë. Po. Që duhet këtë qenë shumë modeste. Sot, çka ka ndryshuar? Sot është 5 flota që fillum. Sot kemi diku 100 makina në rrugë. I keni në gjithë Shqipërinë apo i keni? Tiranë kryesisht, Tiranë. Nga Tirana çojmë. Po pra, po bëjnë, domethënë janë edhe për jashtë Tiranës. Po, janë edhe për jashtë Tiranës, gjithë. Sa e kanë autonominë? Makinat që sot kam, zakonisht autonomia është 600 km, makinat bëjnë 500. Domethënë ne mund ta mbulojmë Sarandë vajtë e ardhë, por nëse shoferi ecën me kujdes, 80 km/h, 90 që të ruaj baterinë. Po kjo nuk është problem se ka karikus në Shqipëri. Biles kemi dhe aplikacion ECA Charger, që kemi vënë gjithë karikusët në Shqipëri ku janë karikusët fast charge, dhe kështu çdo njeri orientohet ku janë karikusët, shef sa kilometra ke. Pra po themi shkojmë Sarandë, kthehemi, na duhen dhe 100 km për të ardhur. Nuk ke nevojë ndalosh me makinë të karikosh 1 orë, mjaftojnë 10 minuta karikim. Çerek ore ti merr 100 km, kthesh në Tiranë. Më kjo është mënyrë organizuar shumë mirë. Sigurisht infrastruktura e karikuzëve duhet gjithmonë shtohet, me ritmin që po shtohen makinat elektrike, duhet të vinë karikuzë. Po kam përshtypjen edhe OSHE ka filluar një projekt. Po, ishte në 2026, tani ka një projekt në çdo pikë kufitare lidhe me qytete do vjen karikusa. Kjo na ndihmon shumë edhe në shitje, ndihmon shumë edhe për turistët që duan të vinë me makina elektrike. Domethënë është autonomia 500 km, po është goxha. Shqipëria është perfekte për makinat elektrike. Dimri është i butë, vera është normale, se kur ka shumë dimër bin që kilometrat, harxhohet energjia për të ngrohtë baterinë, sistemin, kondicionerin, gjitha këto harxhojnë bateri. Po duke qenë që në Shqipëri dimri është do i bie dhe autonomia në dimër. Sa i shkon? Pak, 10% më pak, 50 km më pak. Ka të qenë dramatike. Jo, është super. Domethënë veni në Europë që ka më shumë makina elektrike është po ju jeni të vetmit që keni taksi elektrike në treg? Jo, në treg të gjithë kompanitë tash kanë makina elektrike. Të paktën në Tiranë 100%. Është pa nga ana ekonomike, s'ka mirëmbajtje, vaj filtra, as filloj mirëmbajtje, vetëm karikoje, dilën punë. Po të gjitha këto që janë këtu në Kinë janë marrë makinat apo ka dhe nga produkte të tjera? Si është 2 luanka sot bota, një Azia, një Evropë. Domethënë Europë, Azi, këto janë 2 vendet kryesore. Sigurisht që Kina ka më shumë. Por nëse do bëje një krahasim mes të dyave, ajo pamja e që ato ofron makina apo njësoj? Është e njëjta makinë, e njëjta fabrikë. Domethënë në Europë të gjithë plantet e prodhimit po i kalon në Kinë. Litiumi më i lirë, krahu punës më i lirë dhe jo vetëm më i lirë, po edhe më i mirë në prodhimin e produktit përfundimtar. Më shumë. Domethënë 80% e makinave sot në Shqipëri janë nga Kina, nga fabrikat e Kinës. Se mund të jetë
Leapmotor që është edhe për Europë, po prodhon dhe në Kinë. Në njëta makinë për tregje të ndryshme. Do më thënë 80% e makinave elektrike që janë në Shqipëri janë në Kina. Janë nga Kina. Po si kosto e marrjes makinës nga atje këtu etj krahasim me Europën apo del më lirë prapë? Krahasim me koston e makinës, transporti nuk ka ne pesh shumë të madhe. Domethënë kosto makinës në Kinë del 40% më pak se ç'është në Europë. Për të njëjtën Si makinë. çmim. Si çmim, sepse Europa ka standarde që kërkon certifikime dhe vetëm për certifikime ti do pagush nga 5 deri në 8, 9, 10.000 euro ka raste. Më që janë certifikime që shkojnë në për kompani që merren me këtë punë. Domethënë është një rritje artificiale e vlerës makinës. Ndërkohë që në Shqipëri mjafton certifikata që është certifikata fabrikës. Është super okay. Domethënë nga Shqipëria kemi shumë kërkesa dhe vendet e Ballkanit edhe më tej që kërkojnë blen makina. Paktën nga unë si elektrikar së Albania kam shumë njerëz që ti vinë. bën distributorin? Distributorin drejt për drejt jo, po nëse vjen dikush nga Bullgaria, të flas rast konkret, që kërkon 3 makina që unë do ja shes. Më vjen, i targon në Shqipëri, merr makinat. Pastaj ka hapa se si ai mund ta targojë atje, bën homologim individual për makinën. Pra nëse kjo makinë duhet plotësisht sa kushte kur them distributorin gjithsesi domethënë ti edhe shet makina. Po. Dhe si të duket ritmi i shitjeve, rritet? Në 2025-ën u shitën 6200 makina në total në Shqipëri elektrike, ndërkohë që deri në 2024-ën total në rrugët e Shqipërisë ishin 6000 makina. Pra u dyfishu flota e makinave. 2026 mendoj do e kaloj 20.000 makina elektrike në rrugë. Po. Në total? Në total, në Shqipëri. Do të thonë, faktikisht, do shitet më shumë, thua ti. Në 2025 ishte 50% për makinat e reja. 1 në 2 makina ishte elektrike që shiti. Domethënë 50% e makinave që shiten në vit në Shqipëri janë elektrike. Domethënë jemi në nivelin e Norvegjisë, po Norvegjia ka naftën, ne kemi ujin e Drinit, diellin e Karapastas për të karikuar makinat. Ato kanë naftën prapë dhe ato kanë makina elektrike. Do të mendoj që është një ekonomi që rri mrena shtëpisë, duke qenë që ne karikojmë me korrent dhe nuk blejmë naftë import. Ti ke hallin e makinës më të rëndësishme që është trupi jonë. Po, edhe ajo. Çfarë janë ato produktet atje? Ky është produkti i fundit që kemi nxjerr për konsum njerëzor, është suplement ushqimor, i cili përdoret për forcim imunitar dhe për suport ndaj sistemit gastrointestinal. Është një produkt natyral, i cili vjen nga toka, është ekstrakt humusi, pra acid humik, merret ekstrahohet nga humusi i formacioneve gjeologjike dhe vjen në mënyrë sa më natyrale deri tek njeriu. Kjo është ajo ura lidhse që bën, ky është produkti që ne kemi përdorur për fazën pilot për implementimin në shkallë gjerë të vendit. Ky është produkti emëruesi i përbashkët që lidh tokën, bimën, kafshët dhe njeriu në një framework të përgjithshme. Sepse është elementi kudo gjendur. Ku i testoni ju këto? Për në tregun e Shqipërisë është AKU-ja përgjegjëse për nxjerrje në treg. Ne punojmë në laborator në Zvicër sepse kemi partneritet me kompani zviceriane, cilë bën komercializimin e produktit në nivel evropian dhe global. Dhe nxirrin edhe në tregun evropian këtu? Po, jemi duke bërë disa kontrata, duke parë nëpërmjet partnerit tonë zvicerian për tregun meksikan dhe për tregun amerikan. Jo në Europë akoma. Akoma në Europë jemi duke diskutuar. Në nëntor kemi bërë një prezantim me ftesë të Novartis, Basel, kemi bërë prezantim të produktit dhe të gjithë linjës One Health, sepse karta jonë teknologjike shkon rreth 186 produkte që vinë po nga natyra. Pra është nutraceutik, naturopati dhe produkte me ingredient aktiv natyral. Çfarë ju thanë ata? Ne kemi hapur një urë bashkëpunimi me ta në rast se duam të zhvillojmë
produktet tona tek kampusi i tyre në Basel, por kushtet që kemi ne aktualisht në nivelet që jemi ne tani nuk kemi të përshtatshëm për ta bërë këtë lloj bashkëpunimi, sepse kërkon dhe angazhimin nga ana jonë, se kontrata po patjetër. Edhe siç është infrastruktura, nuk kemi në atë nivel scale-it për të bashkëpunuar me ta. Pavarësisht se projekti u përqafua shumë gjerë nga të gjithë ekipi paneli shkencor që priti prezantimin ton atje, por arritëm në konkluzionin që në fazat të cilët jemi nuk mund të vazhdojmë. Ne nuk kemi edhe që të lëshojmë formulat tona, të japim patentat tona, duam të zhvillojmë vetë. Dhe ideja është që për momentin kjo marrëdhënie me këtë kompani ka ngelur e ngrirë deri në fazat e ashpra të zhvillimit, sepse ne po mundohemi që këtë program ta zhvillojmë në nivel kombëtar. Pasi është një projekt i cili ka koincidenca e ka sjellë që të konvergojë edhe me rekomandimet e kapitullit fundit të Bashkimit Evropian mbi sigurinë ushqimore, mbi çështjet e mjedisit, mbi çështjet e shëndetit publik dhe digitalizimit të sistemeve ku lidhet food chaini nga bima deri tek njeriu. Pra ne po mundohemi që këtë projekt e kemi hartuar si strukturë për të financuar nga Bashkimi Evropian, sepse është, por jo se ka qenë koincidencë me çështjen politike të Shqipërisë të kapitullit të fundit të rekomandimeve të Bashkimit Evropian, sepse ky projekt ka nisur vite më përpara, pavarësisht se ne kemi nxjerr kompaninë kemi hapur në 2022-shin dhe produkti ka dalë në treg në 2024-ën si produkt. Kemi dashur ta konkretizonim edhe pse nuk kemi në nivelin e duhur industrial për prodhimin e këtyre produkteve, ne kemi dashur ta konkretizojmë me produkt faktik, pasi është më lehtë edhe për tu prezantuar, por edhe për tu qasur ndaj bashkëpunëtorëve të tjerë kombëtar apo ndërkombëtar. Laboratori në Zvicër ju bën testin për çdo produkt? Po. Ata bën gjithë facilitetin e testimit të produktit, por edhe të komercializimit të tij. Ata e prezantojnë produktin tonë në nivel global. Çfarë ju duhet juve nga një pamja financiare për ta ngritur në një tjetër nivel tani gjithë këtë aktivitet? Ne kemi hartuar një projekt mirëfillt që është gati për të implementuar, është gati për të financuar. Është një projekt i cili kërkon të ndërtojë një greenfield modular, i ndarë sepse kemi të bëjmë me ekstrakte të principeve aktive natyrale, por edhe të përpunimit të mineraleve, si në rastin tonë që është acidi humik. Fati jonë për Shqipërinë është që ne kemi depozitat më të pasura të acidit humik në rajon dhe ndodhet në zonën veritilindore të Shqipërisë, në zonën e Korçës, Pogradecit. Çfarë do të thënë greenfield modular? Greenfield modular është jo niveli i fabrikës prodhimit zakonshme, por është një qendër prodhuese e cila është ndarë sipas kategorisë së inputit që merr. Në këtë rast ne kemi inputet biomasa të ndryshme që vijnë, sa është i trajtuar, që vijnë nga agropërpunimi, që vijnë nga bujësia, që vijnë qoftë edhe nga trajtimi estetik i florës, i pemëve dekorative që ne bëjmë. Çdo biomasë është e mundshme që gjenerohet dhe në shumë raste përbën edhe ndotje dhe përbën dhe problematika të ndryshme në zinxhirin ambiental. Për ne është input dhe është lëndë e parë, e cila merret dhe përkthehet në një produkt final, ose produkt i zhvilluar në nivel B2B, business to business, pra që shkon në ekonomi të ndërmjetshme, ose produkt final si në rastin konkret që kemi këtu Dr. Nature. Çfarë investimi çfarë përmazë ka ky investim? Faza fillestare është diku tek 5 deri në 5.3 milion euro, që nevojitet për të ndërtuar këtë greenfield, këtë modular,
por edhe për të ndërtuar, sepse ndërtohet bashkërisht edhe me një laborator research and development që na nevojitet ne që t'i bëjmë vetë këtu në vend kërkimet dhe zhvillimet të produkteve tona, mos t'i bëjmë më në Zvicër, por t'i bëjmë këtu në Shqipëri. Ne kemi të gjitha kapacitetet teknologjike, know-how-in gjithë kemi që mund t'i realizojmë këtu në Shqipëri këto produkte. Edhe më gjerë madje. Jemi nga i njëjti qytet. Po. Jemi edhe një lagje. E pash po tundje kokën dhe më duket si informuar për Unë kam studiuar bimët dhe kam më së miri njohuri mbi to, madje unë jam specializuar mbi vajrat esencial. Dhe fakti që erdha në Shqipëri dhe u ktheva në vendin tim, ishte një ndër pikat tek lista ime e gjërave që dëshiroja që unë të krijoja në një 10 vjeçar, distillimi i bimëve medicinale. Normalisht për produktet e mia, unë këtu ju kam sjell disa juve. Nëse do t'i shikoni dhe këto janë me bimët e malësisë të madhe, pra këtu janë një set për flokët, janë për zonjën Linda dhe këtu janë për ty. Kemi filluar nga zonjat njerë dhe pastaj. Kemi përdorur hithrën tek ky seti, rozmarinën, dafinën, sherebelën dhe livandon. Ndërsa këtu kemi një set për meshkujt, i cili është dedikuar dhe me emrin Nur, si vetë bukuria. Nur është dritë apo? Është bukuri, është një ndriçim, po. Është dritë. Po. Po pse e për të zezë meshkuj apo? Shumë për të qenë më finë. Dhe kemi të gjithë gamën, duke filluar që nga pastrimi i fytyrës, produktet që janë elementare për një mashkull apo për mirëmbajtjen e një burri në ditët e sotme. Nur. Bukur. Dhe këto të gjitha prodhohen këtu. Po. Nga EKZ-ja. Ne të gjitha lëndët e para i sillim nga Europa si vitaminat, atinironi, kolagjen. Por ama çfarë kemi të bëjmë me bimët medicinale, duke qenë se ne jemi një klimë mesdhetare, Shqipëria ka klimën më të përshtatshme dhe bimët medicinale më të mira që mund t'i kishim nga kushdo shtet evropian. Po ke edhe porosi nga jashtë? Po, ne si fillim kemi pasur porosi dhe kemi pasur sfida shumë të mëdha për të hyrë në tregun evropian por dhe ndërkombëtar. Ne jemi në New Jersey, në Amerikë. Kemi kaluar të gjitha kontrollet e FDA-s, kemi marrë të gjitha kualifikimet për të arritur në New Jersey dhe kemi arritur të jemi aty këtu dhe 3 vite tashmë. Jemi në Dubai me një produkt që ishte shumë specifik dhe ishte për larjen e diamanteve ose të florinjve dhe doni në gradë organike. Na mori një kohë shumë të madhe kërkimesh, gati një vit, por arritëm të kemi një produkt shumë herë më të mirë se sa mostra që na kishin sjell pala e Dubait për të bërë një produkt tek ne. Aktualisht jemi në Angli, gjithashtu. Jemi në Zvicër, kemi shumë linja për bebat. Zvicra ka qenë një rekord, kemi diku te 5 linja bebash, të cilat i eksportojmë dhe bashkëpunime që vazhdojnë të jenë në 3 vjeçarin e fundit nga Zvicra. Çfarë plani ke për nivelin tjetër? Mbasi kishim kaluar këto hapa që me shumë vështirësi arritëm, ç'është e drejta, hapi i radhës ishte se unë dëshiroja të vendosnim dhe të implementonim pjesën e refill për të shmangur plastikën dhe për të patur pak një ambient më të gjelbër dhe me më pak plastik. Vendosëm disa makineri nëpër Tiranë, pra jemi tek Tegu, tek Ringu, te disa qendra tregtare me makineri të refill. Dikush mund të shkojë të marrë paketimin, është një bidon alumini, i cili mund të mbushet deri në 30 herë dhe e mbush shampun e vet, po aty në moment edhe më lirë, pra më ekonomikisht, por edhe përdor po të njëjtin paketim disa herë. Me këtë mund të ulim volumin e plastikës, pra ne kemi parë diku te 20% reduktimin e plastikës. Dhe ajo që kemi vendosur përsëri është që ne marrim paketimet tona mbrapsht, pra nëse një klient riporosit tek ne, ne bëjmë 10% ulje, duke mbledhur të gjitha plastikat përsëri në laborator për të i ripërpunuara dhe për t'i përdorur përsëri. Po, kisha fjalën për shembull në rastin e bashkëlushnjarit të burrit tënd, se s'është jo të ti e sa ndjodhja. Ai e tha që për të shkuar në një nivel tjetër, duhet bëj greenfielding modular etj. Po ti ke një... Po, normale, dhe ne kemi një hap të tillë, por dhe ne na duhet po e njëjta gjë, ashtu siç e përmendi, pra sasia e prodhimit duhet të ketë kapacitet prodhimi më të lartë, që kjo do të thotë që na duhet që të kemi edhe ne makineri më të mëdha, më
automate, të kemi pjesën e kontrollit brenda laboratorit ton, ne bëjmë self control për produktet tona, por pastaj analizat përfundimtare edhe ne i çojmë jashtë shtetit që i bëjmë. Dhe mbasi kemi bërë çdo dosje të mundshme për produktin ton, informojmë Ministrinë e Shëndetit, bëjmë upload çdo dokument. Ju vonon Ministria për përgjigje? Jo, çuditërisht jo, dhe madje kur kemi filluar përpara 10 vitesh, ishte pak vështirë se në treg në Shqipëri nuk e kishim kozmetikën si edukat. Dhe na kanë ndihmuar për të krijuar dosjen e produktit dhe për ta deklaruar atë dhe për të pasur mundësinë për të dalë në Europë, se pa atë dosjen e produktit ne nuk do ishim sot këtu ku jemi. Dhe çfarë plan investimi ke? Plani jonë investimit arrindet tek diku te 1 milion euro për të bërë një fabrikë më të madhe dhe të ketë kapacitet prodhimi të mjaftueshëm për të hyrë dhe në tregun komercial dhe jo vetëm atë të produkteve luksoze ose organike ose cilësia aq e lartë sa ne kemi sot. Është i qartë. Po ti çfarë plani ke për nivelin tjetër? Si e ke planin? Plan për nivelin tjetër? Unë sa kalova nivelin tjetër. Po më s'ka mbronë ti e ri akoma. Po Pastaj me 3 fëmijë duhet mendohesh se do të vrapojmë shpejt. Plan për momentin kam, zgjerohem këtu ku jam, një servis më të madh, zgjerohem treg në Kosovë, futem çik më fuqishëm. Kosova nuk e ka për momentin heq të vëshën e importit për makinat elektrike, dhe kjo na penalizon pak, domethënë nuk është se shesim aq sa të donim çiftin. Sigurisht ka dhe tregje Maqedonia, Malizi që mund zgjerohemi edhe atje. Besoj një nga planet është zgjerimi i tregut. Kjo është fokusi kryesor. nuk e di apo them një sekret apo jo, po jemi duke punuar brenda nesh për të ndërtuar një program të ri që unë kam nxitur dhe besoj që shpejt do dalim në një konkluzion që është pikërisht një program për të mbështetur nivelin tjetër të ambicjes atyre që kanë hedhur një bazë dhe që janë në kushtet kur për arsye pamundësie financiare nuk mund t'i kenë gati gjërat, por nuk e bëjnë dot hapin tjetër dhe vazhdojnë të përpiqen të krijojnë kushtet financiare. Një program i cili duhet të ketë disa instrumenta financiare për t'i dhënë akses ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, se ju mund të konsideroheni pikërisht ndërmarrje të vogla të mesme, nuk keni të mëdhej. Në shkallë po. Që të rriten dhe faktikisht është një program që do duhet të mbështetet nga një garanci sovrane. Siç mbështesim ato sipërmarrjet në bujqësi, se tha zonja, mbështesim edhe pikërisht ndërmarrjet e vogla dhe të mesme me një instrument financiar ku shteti të bëhet garant në forma të ndryshme, ku mund të hyjnë bashkit me një pjesëmarrje, varësi nga natyra e ndërmarrjes, dhe ku pastaj komponenti shtetëror tërhiqet në një moment caktuar kur bëhet shlyerja e detyrimit ose qëndron dhe merr pjesën e vet fitimit sipas rastit, se ka lloj instrumentesh. Kështu që për këtë arsye, duke parë që ka shumë iniciativa në territor që janë iniciativa njerëzish që e kanë hedhur hapin e parë dhe kanë krijuar një lloj qëndrueshmërie të hapi i parë dhe duan të jenë të dytë ose kanë hedhur dytë, duan të jenë të tretë, por nuk janë akoma në atë kapacitet që të mund të gjenerojnë me fuqitë e veta, më shumë kredi, më shumë mbështetje nga bankat, t'japim ne
këtë mbështetje. Kështu që shumë shpejt do ta lançojmë këtë program dhe besoj do jetë një program i bukur për gjithë ata si ju që kanë premisa të mira. Natyrisht në këtë pikë do luajnë rol edhe këto, si thosh, karta dhe performancës, kuptimin ju keni, për shembull, certifikimet e laboratorit në Zvicër janë super pik për të arritur. Ose certifikimet që ju keni, ose marrëdhëniet e qëndrueshme me një bazë prodhuese dhe me klientët. Gjitha këto do luajnë rolin e tyre dhe ideja natyrisht do kenë rolin e tyre investime në teknologji, punësimi, edhe pse punësimi nuk është një pikë shumë e fortë në momentin kur futet shumë teknologjia, por ato bashkë kombinuara, inteligjencë artificiale, gjitha këto patjetër mbrojtja e mjedisit, ulja e ndotjes, një sër komponentësh sipas kategorive. Edhe besoj që ju jeni kandidat shumë pozitiv për këtë lloj shtytje, edhe faktikisht ta nxisim sepse shoh që kjo do jetë rruga edhe për të kthyer më shumë njerëz që janë më të kualifikuar që të marrin si thosh hapin e kthimit, duke pasur paga dinjitoze, duke pasur edhe një ambient pune që është dinjitos. Ju e pagat besoj i keni lartë. Pagat i kemi po një lloj si jashtë, ndoshta edhe më mirë. Edhe më mirë. Kjo është e drejtë, pra për ata që kanë kualifikime dhe kanë investuar. Dhe kanë taksa më pak se jashtë. Po. Mbi pagën. Për ata që kanë kualifikime dhe që kanë investuar te vetë atyre, normalisht kemi paga më të larta. Dhe besoj kjo është ke gjithë kompanitë tani, sepse problemi i kapitalit njerëzor është kryesori. Është globale. Keni një merak tjetër ju? Për të ardhur në ndihmë kësaj që sapo thatë, ne kemi organizuar 2 projekte konkrete në ndihmë të One Health Concept. Janë 2 projekte mbështetëse. Një është mbi sigurinë ushqimore, mbi kapjen dhe eliminimit të aflatoksinës në zinxhirin ushqimor. Jemi në bashkëpunim, në diskutime me Universitetin Bujësor dhe Ministrinë e Bujqësisë kemi filluar kontaktet dhe jemi duke hartuar. Dhe projekti tjetër është që ne kur ta nxjerrim një produkt made in Albania, si këtë rast Dr. Naturing, mos ta nxjerrim me certifikime zviceriane, prodhime shqiptare dhe të kemi këtë Po nëse do bësh tamam, bëhen na Dr. Natyra, Dr. Nature, bëhet Dr. Natyra, e ke shqiptare, po. Edhe ti gëllon dhe në gjuhën edhe në anglisht perspektivë. Natyra ti gëllon bukur, po. Do thonë ta grekët natira, po s'ka problem. Natira. Ne kemi lënë hartuar po prap një projekt studim kërkimor, studim klinik për ta realizuar të gjithë hapat e nxjerrjes të produktit në treg, ta organizuar të në Shqipëri. Dhe kemi mundësinë për ta organizuar me suportin gjithmonë të laboratorëve partnerëve tanë që kemi në Zvicër dhe me suportin akademik të Universitetit Bujësor dhe të gjithë institucioneve të linjës, si Akshi apo AKU-ja, Qendra Teknologjike Fushkrujës apo ajo e Lushnjës e tjera më. Perfekt. Keni pyetje po? Pyetje? Po të kesh, po s'patë. Qa do dhe pyetje? Po qa të dush? Kam menduar pyetje që më shumë jam kurioz të di. Nëse Edi 30 vjeç do të takonte Edin sot, qa do t'i thonte dhe qa do i thoje ti vetes ta të 30 vjeç? Po qa do i thoshe 30 vjeçari? 30 vjeçari qa do të thonte ty dhe ti qa do i thoje 30 vjeçari, se ti e ardhmja për atë. Do t'i japësh një drejtim, po the. 30 vjeçari sa të më qi do thoshe ku mi ke çu flokët më plak. Flokët? Ku mi ke çu I mje marrë po. Ku mi ke çu flokët më plak. Do thoshe 30 vjeçari.
Kurse unë do i thoshe 30 vjeçarit aty ku je ti unë kam qenë, këtu ku jam unë do vishti. Po ti keni pyetur më? Unë kam një pyetje më shumë në lidhje me leadershipin, në pikpamja përderisa gjithë secili nga ne është drejtues në një pozicion drejtuesi në të ambientin e vet dhe ju në pikpamjen e leadershipit. Kush është, se e lidh gjithmonë me mitokondrin tek fusha e ime që po mbuloj, kush është ajo energjia që generatori i brendshëm që ushqen Edi Ramën si leadership, ku e parë në kontekstin e mandateve të përsëritura dhe afatgjatë të qëndruar në këtë pozicion? Tani, për leadershipin, unë në radhë parë do të sugjerohet të lexosh një libër që është përkthyer në shqip. Unë kam bërë parathonien, po jo për parathonien time, por librin është një super libër i Henry Kissinger. Kissinger, po. Që është për leadershipin, dhe flet për leadershipin dhe është fantastik. Ndërsa për mua personalisht dhe që është besoja një taj gjë që është për ty, besoj që është një gjë që është për ato, që është për këto, është ëndra që shoh me sy hapur. Ditën që nuk e shef një ëndër me sy hapur, një ëndër të madh me sy hapur, duhet ta lëshosh pozicionin. Ashtu është. Kaloja njërit nga fëmijët, ose kaloja shokut që ke pranë, ose kaloja flas për ndërmarrjen, se në rastin tim është më e thjeshtë, nuk e kam këtë detyrë t'ja kaloj dikujt, se kush e do duhet ta marri. Por sot ty të zgjon më herë se tjerët ai greenfieldi modular, pastaj ti e di që mbas greenfield modular është një gjë tjetër që do vi mbrapa. Nertën e zgjon ajo nevoja për ato 1 milion eurot që i duhen për të shkuar një shkallë më lart tek ajo fabrika që të mund të komercializojë produktin. Argjendin e zgjon me siguri ideja që t'i shohë taksitë e veta të qarkullojnë nëpër territor me pikat e karikimit, me rritjen e fluksit, dhe me siguri unë e bindur që në nivelin tjetër kur do kaloj tek do bëhet distributor, pastaj mund të hapi dhe të bëj asemblimin e makinave, pastaj mund i prodhoj ato makinat këtu e tjetër. Domethënë, ose jo, nuk e di, po në momentin kur menaxhon atë që është arritur edhe nuk shef më tutje, po ndjen kënaqësinë e gjës që ka arritur, aty është momenti që nuk mund të udhëheqësh më, duhet dorëzosh stafetën. Ndërsa për mua është ajo që thash, është ëndra me sy hapur që Shqipëria të radh parë një ka qenë gjithmonë tek unë një ndjenjë hakmarrje për, e them në sensin e shtysës pozitive, për të mos qenë më shqiptarët njerëz që i shohin si njerëz me bisht, ose që i shohin nga lart poshtë, ose që kur shohin pasaportën shqiptare shtrëmbrojnë fytyrën, ose që kur thua jam shqiptar, shef tjetri sigur sa ka dalë nga burgu. Dhe po kështu për Shqipërinë. Dhe të dyja këto janë lidhura bashkë, se ti mund të jesh jashtëzakonshëm si individ, por nëse vendi nuk ta jep qetësinë që thosh jam nga ai vend, ti përpiqesh ti e thua. Por prap e ke pamundur që të mos hysh në për konflikte pastaj. Unë kam bërë shumë konflikte të kësaj natyre. Kam qenë më i ri, konfliktet e mia i kam pas shumë të rregullta në raporte. Rregullisht kam hyrë në zyrat e policisë, mbasi bëja sherr, se ose do ishte sherri nga që dikush tjetër para meje, që vinte nga Shqipëria, do
nxite pasaportën, dhe I fillojnë ca pyetje idiote, pastaj unë do filloja ta ngacmoja të policin aty, ai në fakt ashtu ja kishin thënë detyra, ashtu do e bënte. Dhe gjithmonë më torturonte kjo gjë. Plus edhe pjesa tjetër që në fundit ky është vendi jonë, edhe ideja që ky është vend shumë I bukur, por kudo ku njeriu ka vendor, e ka sakatuar në pikën që deri dje nuk bëhet dot një fotografi. Nuk bëhet dot një fotografi. Ku e çoje deri dje aty ke qenë në 2000 në 2001, 2002, 3, 4, 5 në Itali, ke sjell shok këtu, ku I çoje? Çfarë I tregoje? I tregoje lushnjë? Maksimumi do t'i tregoje mikpritjen e shtëpisë tënde, do e çojnë në një restorant ku në një shok. Po çfarë I tregoje? Si, do t'i kaloje shpejt se çfarë shifshin. Vend ekzotik. Çfarë shikonin në qytet? Dhe kështu ishin gjitha qytetet. Çfarë I tregoje? Çfarë I tregoje nga Tirana në vitet e para kur isha kryetar bashkie? Çfarë I tregoje? Kioskat. Gjitha këto të mbajnë në zgjuar. Dhe unë jam tani në finish, domethënë është e fundit që është shumë e madhe, që është grumbullimi I gjithë gurëve lart për të vënë flamurin, por gjithsesi domethënë është luftë e përditshme. Vetëm se ti e di vetë çfarë të zgjon në mëngjes, ajo që të zgjon në mëngjes është arsye. Sa shikoj me ëndrrën. Dhe sa më të fortë ta kesh atë ëndrrën, aq më zor e ke që të hapësh rrugën. Të falenderojmë për këtë pjesën që sapo the, sepse unë kam qenë një emigrante që kam vojtur atë pjesën e presionit në momentin që kemi kaluar në dogana dhe atë përbuzjen e pasaportës shqiptare. Dhe sot jemi krenarë dhe sjellim të gjithë miqtë tanë nga jashtë shtetit për t'i treguar Shqipërinë tonë të bukur, si fillim. Kisha dhe unë një pyetje, por nuk ishte pyetja ime, pyetja është nga vajza ime, e cila është 21 vjeçe, studion inxhinieri biznesi në Bruksel. Është në vitin e 3 bachelor dhe Melina ka 3 vite që bën workshopin e vet në Parlamentin Evropian. Pra është një ndër anëtarëve aty të. Dhe pyetja saj ishte, duke ditur se unë do vija te ky podcast, se sa I kollajshme është për Melinën në shtator të kthehet në Shqipëri dhe të bëjë workshopin e vet në Parlamentin Shqiptar. Kjo ishte dëshira e saj. Sa I kollajshme është kthehet në Shqipëri, ta gjej shtruar, është shumë e vështirë. Po ajo që harrojnë shumë herë se është natyra njerëzore, që natyra njerëzore është e keqja harrohet shpejt e mira s'ka fund. Kështu që dhe njeriu nuk kënaqet asnjëherë dhe pse po të kënaqej nuk do kishte progres. Por e keqja harrohet shpejt. Gjithsesi, askush nuk I ka gjetur shtruar. Normale. Ose, le të themi 99.99% nuk e kanë gjetur shtruar, se mund të ketë pas në njëri fat. Të jashtëzakonshëm dhe e ka gjetur shtruar. Dhe Shqipëria është e vështirë në mënyrën e vet, patjetër. Por ku nuk është e vështirë? Nuk është e vështirë në Itali, nuk është e vështirë në Greqi, nuk është e vështirë në Kinë, kudo. Qoftë çfarëdo lloj sistemi. Dhe për të kthyer, për të bërë një stazh apo një praktik pune në Parlamentin Shqiptar nga Parlamenti Evropian, ai ka gjithë kreditet, shqys besoj, ajo do të gjë më lehtë. Për të bërë pastaj më shumë mbasi të mbaroj shkollën, do ketë vështirësitë e veta, po ajo ka një avantazh. Nga diku fillojmë gjithmonë. Ajo ka një avantazh që ndryshe nga ti, që u ke shkuar atje 2 vjeç me prindrit, nuk e ke pas parasysh se ke qenë 2 vjeç, që prindrit do duhet bëjnë gjithçka nga e para, ajo nuk e ka këtë problem, pra asaj nuk do t'i duhet që të mbetet me syt nga qielli, sepse nëse do doj punë vërtet, mund punoj në atë kompaninë tuaj. Po tjetë e zonja të bëj gjëra të marri stafetën, duhet të përgatitet, po që të përgatitet duhet ta filloj nga poshtë, lart në kompani, kështu që e ka një opsion gjithmonë.
Ana tjetër, nëse do dojë të bëj pastaj çfarë studion? Është inxhinieri biznesi. Në rregull, e pas ka të shtruar ajo. Mjafton që Është në shkollë shtetërore, është një nga nxënësit mjafton ekselent. e pa ka të shtruar në sensin që do vi të bashkëpunoj me ty të rrisni kompaninë. Në fakt ajo kishte ëndra më të mëdha për veten e Po vet. bim në rregull, apo ti filloi nga këto Por ka filluar, por e ka një punë stabël ashtu siç do ju thatë, por ishte një pyetje e përgjithshme domethënë për të gjithë fëmijët studentë që ne i kemi jashtë. Në praktikat e punës ne kemi krijuar një traditë dhe nuk është e vështirë. Në pjesën pastaj për të filluar punë dhe për të punuar, kjo mvaret nga vullneti dhe nga këmbgulja siku do tjetër, besoj unë. Nuk besoj se ka një vështirësi specifike Shqipëria që është një vështirësi që se kanë vendet e tjera. Në vendet e tjera, për shembull, një i ri, ti lexoja përpara, u bën vite tani, po një i ri në Francë bënte, nuk e di sa, bënte mbi 100 mesatarisht. Mbi 100, se nuk më kujtohet numri sakt tani, po mbi 100 aplikime në për lloj vendesh, edhe mesatarisht bënte rreth 30 intervista që të kapte një pozicion, një vend. Pra nuk është askund e shtruar. Gjithsesi unë mendoj që për shumë arsye, për një vajzë si vajza jote, Shqipëria është më mirë se sa Belgjika. Mendoj unë. Dhe ne kështu mendojmë, prandaj dhe i bërëm këtë pyetje se dëshirojmë të kthehemi prapë në vendin tonë. Shqipëria është më dëgjoj, unë nuk i them asnjëherë askujt ktheu, se cili ka të drejtën e vet ta bëjë eksperiencën e vet ku e shikon të arsyeshme, si qytetari i botës nuk jemi më në bunkerin e Enver Hoxhës që s'kishe ku ikë. Janë njerëz të lirë. Unë për veten time nuk pyeta njeri kur ika, nuk pyeta njeri kur u ktheva, jeta ishte e tillë që ika u ktheva, por nuk e konsideroj që doja Shqipërinë më pak pse ika, dhe doja më shumë pse u ktheva, e doja ashtu që doja në të gjitha rastet. Një gjë është e sigurt që ata që kthehen janë një pasuri e madhe për vendin, sepse kthehen me dije. Kthehen me eksperjenca, janë shumë më të prirur të besojnë tek puna, sesa të besojnë te kushëriri, te miku i mamit, te partia, te ku di unë. Kështu që ata janë vlerë aset shumë i rëndësishëm për Shqipërinë. Kjo nuk diskutohet. Po ki besim që vajza do bëj zgjedhjen e duhur, si të rri, si të kthehet, do bëj të duhur, pra ajo që do t'i thot mendja nëse ka ambicie të mëdha, ajo është gjë e duhur. Edhe sikur zgjedhi që pastaj të dështoj aty, dështimi do t'i shërbej që ne nuk e dim asnjëherë se si zhvillohet dinamika e jetës tonë, dhe ajo që sot në moment të caktuar ne mund ta qajmë si një humbje, ajo mund të jetë në fakt ajo mund të jetë në fakt kthesa drejt fitores, ose ajo që mund ta konsiderojmë fundi botës se dështova në këtë apo në atë, ajo mund të jetë fakt momenti që një botë të re. Domethënë po të dëgjosh, nuk e di a keni dëgjuar, po që se keni dëgjuar duhet ta dëgjoni, është një nga gjërat që duhet dëgjuar patjetër është fjalimi që ka mbajtur Steve Jobs para studentëve në Stanford 2004, mos e bëhem. Është jashtëzakonshëm. Ai tregon se si të gjitha momentet më pikëlluese të rrugës ti ishin momentet ku rruga e tij në fakt u ndërtua për të bërë ai që ishte. Se thot po mos më ndodhte kjo, unë nuk do të bëja këtë. Po mos bëja këtë, unë do shkoja këtu. Po mos ndodhte kjo këtu, gjitha këto, po mos ndodhte, ishin gjëra që pikat e kthimit. Ishin pikat ku ai kishte menduar që mbaroi gjithçka. Në fakt jo. Kështu që duhet besuar të ëndra me sy hapur, duhet ecur me kokën, si thon italianët, testa in giù e pedalare. Po.
ul kokën edhe jepi pedaleve, shko përpara. Më kujtoj shprehje një miku tim nga Dërmiu është, që duhet ecim si pula, thot. 2 pika ujë, faleminderit o Zot. 2 pika ujë, faleminderit. Pula kur gruti. Ndërmi, prandaj jetojnë gjatë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Unë fakt mbas çdo podcasti me të tilla karakteristika i ndjek gjërat që vijnë këtu, kështu që këto programe do t'i ndjekim me prioritet. Do t'ja përcjell drejtores AKU-s që t'i shohit, vjet në kontakt me ju. Ndërkohë që besoj që shpejt do të shpallim edhe atë programin e ri që u thash. Unë kam dëshirë ta quajmë dyfishon ndërmarrjen. Po të shohim si do quhet në fund emri, por kjo është ideja. Shumë rëndësishëm mekanizmi. Këta ishin të ftuarit e sotëm, makina elektrike, produkte që lidhin shëndetin e njeriut me shëndetin e natyrshëm të natyrës, kozmetik për vajza dhe djem, prodhime në Shqipëri, nga njerëz që besojnë tek puna, besojnë të ndrejshojnë së hapur, nuk dorëzohen, edhe që praktikisht dëshmojnë që s'ka si Shqipëria, dhe vetëm në stadium, po edhe jetë në përditshme.